Fshati Kryekuq mes Baltës në dimër dhe pluhurit në verë, kjo është panorama e përditshme në fshatin Kryekuq në Bashkinë Divjak, edhe pse kjo zonë konsiderohet me potencial turistik dhe mirëpret çdo vit vizitorë të shumt, mungesa e infrastrukturës bazë mbetet një problem i pazgjidhur prej vitesh. Rrugët e amortizuara dhe mungesa e kanalizimeve vijojnë të jenë shqetësimi kryesor për banorët. Sipas tyre, një segment rrugor i premtuar prej më shumë se 5 vitesh ka mbetur përgjysmë pas një ndërhyrje konkrete, pavarësisht premtimeve të njëpasnjëshme nga drejtues vendor. Edhe pas 30 vitesh, ka nisur një investim, por ka mbetur aty ku nisi. Banorët jashtëkamere shprehen me fjalët: "Mos e shikoni tani që është thatë, në kohë rreshjesh nuk kalohet." Prej 3 dekadash banorët kërkojnë investime në rrugë, por askush nuk ka ndërhyrë seriozisht. Edhe për këtë vit, sipas tyre, zona nuk është përfshirë në listën e investimeve të planifikuara nga Bashkia e Divjakës në buxhetin vjetor. Kjo i detyron banorët që gjatë dimrit të përballen me balë dhe gropa, ndërsa në verë pluhuri depërton çdo banesë. Banorët e Kryekuqit në njësinë administrative Remas kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme dhe zgjidhje konkrete për një problem që prej vitesh vijon të mbetet i njëjtë.